Ania ka humbur ngarkesën. Muaj më vonë zhytësit thrasin policinë. Askush nuk i beson asaj që gjetën. Ishte një lajm i madh kur një anije gjigante me kontenjer humbi shumë nga ngarkesa e saj në det. Por çfarë ishte saktësisht kjo ngarkesë? Ishte një sekret i ruajtur mirë, të paktën derisa dy zhytës të paautorizuan shkuan ta kërkonin atë. Ata shpresonin se përmbajtja sekrete e ngarkesës do t'i bënte të pasur, por nuk ishte as pak kështu. Sepse zbulimi i tyre nuk u dha atyre zgjidhje tjetër veç se të lajmëronin policinë. Finn dhe Bill siguruan rezervuarët e tyre të oksigjenit dhe u kthyen përsëri. Tani që më në fund kishin mundur të gjenin kontenjerët, mezi e mbanin eksitimin. Ata prem bllokimin e fundit këtij kontenjeri misterioz dhe e pan atë të rrëzojë ngadalë. Kur më në fund u futën brenda, zhytësve u desh të kalonin disa sekonda për të përpunuar atë që pan. Si ka mundësi që askush nuk ka ardhur për këtë ngarkesë? Por çfarë gjetën zhytësit brenda anijes së mbytur të mallrave, e pse ndjen të nevojshme të thërisnin policinë për këtë? Moti ndryshoi shumë më shpejt nga sa pritej atë ditë. Era u rit shpejt dhe dallgët e larta sa shtëpitë u përplasën në anije. Për shkak të kësaj, anija filloi të anoj. Ishte kaos në bord. Shumica e burrave nxituan për shtrënguar sigurinë, pasi pan pothuajse të gjithë ngarkesën të zhdukej. Një pjesë e saj era mbi kontenjer të tjerë dhe një pjesë e saj në ujë. Ekuipazhi nuk kishte asnjë ide se çfarë të bënte. Ata e dinin se rikuperimi i ngarkesës ishte i pamundur, kështu që nuk humbën kohë as duke u përpjekur. E tëra çfarë ata mund të bënin ishte të qëndronin të sigurt dhe të prisnin derisa të kalonte studia më e keqe. Pas kësaj, ata mund të përqendrohen në mbërritje në portin më të afërt. Jo shumë kohë pasi ngarkesa ra në det, ekuipazhi filloi të merrte mesazhe dhe kërcënime të çuditshme. Rreth anijes u përhapën fjalë se një nga kontenjerët i përkiste një personi të rëndësishëm që duhet të merrte ngarkesën e tij nga uji. Njerëzit filluan ta mensonin se çfarë mund të ishte në kontenjerin që ishte kaq i rëndësishëm. Tashethemet u përhapën nga një antar i ekuipazhit në tjetrin, derisa arritën në Bill dhe Finn, dy zhytës me përvojë që punonin në anije. Ndërsa Bill dhe Finn panë se çfarë do të përfshinte zhytja, ata kuptuan se do të ishte më e vështira që kishin provuar ndonjëherë. Edhe pse kishin përvojë, zhyteshin vetëm për qef. Billi dhe Finni zakonisht i pëlqenin të eksploronin shpella ose disa anije të vogla të zhytura në breg. Zhytja për të arritur te kontenjeri do të ishte jashtëzakonisht e thellë dhe e rrezikshme. Përgatitja përfundoi duke zgjatur disa muaj dhe pati një ndryshim kyç në planin e tyre origjinal, që pati mundësi ndryshonte absolutisht gjithçka rreth misionit të tyre. Në vend që të përpiqeshin ta menaxhonin në vetë zhytjen, Bill dhe Finn punësuan 4 vetë shtesë për t'i ndihmuar. Ata gjithashtu morën me qera 2 varka dhe pajisjet më të mira që mund të përballonin. Për të identifikuar kontenjerin e duhur dhe për të filmuar atë që ishte brenda, atyre duheshin kamera, monitor dhe ndriçim. Më në fund erdhi dita e zhytjes. Ata përdorën skanerat për të kërkuar kontenjerët dhe i gjetën aty ku ekipi priste që të ishin. Të gjithë ishin më se gati për të hyrë në ujë dhe për të filluar kërkimin e tyre për renën misterioze. Por kishte një gjë që i pengonte. Një nga burrat, Jack, kishte parë një problem të papritur. Jack u tregoi të gjithë të tjerëve se për çfarë shqetësohej në monitor. Aty pranë ishte një lloj kafshë e madhe që duket se qëndronte pranë varkave të tyre. Ata ishin shqetësuar për peshkaqenët, por krijesa në ekran dukej shumë e madhe. Çfarë kishte në ujë? Ekipi vendosi të ishte i durueshëm në vend që nxitonte dhe të rrezikonte një sulm peshkaqenësh. Pas disa minutash, kafsha u zhduk nga ekrani. Bill dhe Finn më në fund mund të bënin zhytjen që kishin pritur, por u duk sikur sapo u futën brenda, gjithçka në lidhje me planin e tyre shkoi keq. Kushtet ishin dhe më të këqija nga sa prisnin. Uji ishte shumë i ftohtë, madje edhe nga pajisjet e tyre të shtrenjta, por Bill dhe Finn refuzuan të dorëzoheshin. Ata u fundën më thellë dhe përdorën një sistem litari për të tërhequr veten. Secili prej tyre mbante një aparat fotografik për të shpresuar që të regjistronte atë që ishte brenda kontenjerit. Kur arritën te grupi i parë i kontenjerëve, dyert ishin të gjitha të siguruara fort dhe të mbyllura. Bill dhe Finn e dinin se si do të ishin dhe kishin sjell mjete për të thyer bravat një nga një. Ata kaputën brava dhe u përgatitën të kontrollonin ngarkesën. Vetëm një detaj duke ndryshe nga ajo që kishin imagjinuar. Ishte vetëm 10 kontenjerë në atë pjesë të oqeanit. Ekipi Bill dhe Finn nuk kishin pritur që kontenjerët ishin mjaft të lehtë për të lëvizur në rrym, por ndoshta e kishin gabim. Ata e dinin se nuk kishin kohë të mjaftueshme për të kërkuar kontenjerët e tjera të ditë,
por më pas diçka i ra në sy Billit. Billi vuri re se një nga kontenjerët kishte edhe më shumë karakteristika sigurie se të tjerët. Kishte zinxhir të mbështjellë rreth dorezave, në vend të një bloku të thjeshtë dhe bllokimi që ishte aty dukej më i fortë. Ata nuk donin të dëmtonin ngarkesën, kështu që morën kohën e tyre për të thyer kontenjerin. Dy burrat punuan për të hapur atë dhe me radhë u përpoqën të prisnin të gjithë zinxhirët. Kur më në fund ja dolën, mezi kishin oksigjen të mjaftueshëm për të kthyer në vargat e tyre. Ata duhet dilnin përsëri para se të hapnin kontenjerin dhe të shihnin se çfarë kishte brenda. Ata u rigrupuan në varg dhe dolën me një plan kthimi. Ata u zbrapsën me pajisje fryrëse, që do t'i ndihmonin të mbanin më shumë më tepër objekte në sipërfaqe. Ata u ngjitën përsëri te dera e kontenjerit dhe ndezën elektrikun e dorës për të futur brenda. Kontenjeri ishte pothuajse plotësisht i mbushur me një lloj makinerie të madhe. Duke ngurur syt në barkun e kontenjerit, rrezet e elektrikut të dorës të Finn dhe Billit kapën një gjigant mekanik, një lloj sistemi i filtrimi. Murmuriti Bill, duke kaluar dorën mbi sipërfaqen e tij shkëlqyese, i habitur se si po funksiononte ende. Ndërsa shqyrtonte konfigurimin kompleks të filtrimit, drita e Finnit shkëlqeu mbi një ndarje të pastër të bashkangjitur. Brenda kishte fotografi të laminuara të vendodhjeve dhe fytyrave të panjohura, si dhe dokumente ndërlikuara që ishin të vështira për të dalluar. Pra makinës ishte një panel i vogël kontrolli pajisur me portë hyrëse dhe drita vezulluese. Finn nxori me kujdes një objekt që i ngjante një modemi të papërshkrueshëm nga uji, me aftësitë koduara të transferimit të dhënave. Ndërsa i zhitur në mister, një zhurmë e mbytur joi nga lart. Duke përdorur elektrikun e tij, Bill skanoi distancën e erë dhe vuri re një shi me flus katolla. Dikush tjetër është këtu, i tha i Finnit. Nga i e dolën skica të paqarta të zhytësve me shenjat panjohura, të cilët drejtoheshin drejt kontenjerit. Ata nuk janë këtu për një zhytje të lirë, mendoi Finn. Një val paniku filloi. Grupi misterios duke se po skanonte sistematikisht stratin e detit, duke u afruar më shumë. Duke kuptuar kërcënimin e afërt, Billi sinjalizoi Finnit të ngjitej menjëherë. Ata vendosën baronat e tyre të urgjencës, duke u lejuar atyre një ngjitje më të shpejtë, por të sigurt. Pasi arritën në varkën e tyre, Bill dhe Finn u tërhoqën në bord, duke kulçuar rënd ndërsa hoqën pajisjet e tyre të zhytjes. Një gjëmimi i ulët arriti në veshët e tyre. Duke u kthyer, ata vunë re një anije të zezë të ishme që prente ujin, duke lëvizur me shpejtësi të madhe në drejtim të tyre. Pa hezituar asnjë moment, Bill ndezi motorët e varkës, duke përdorur njohurit e tyre për ujërat lokal. Ata bën një linjë për kanalet gjarpërore që gjarpëroheshin midis ishujve. Ujërat e cekta të kanalit do të ishin të rrezikshme për një anije më të madhe, duke dhënë atyre një avantazh. Me grupin e punës në bord, dyshja e drejtoi anijen më të madhe drejt koordinatave të kontenjerit me dron, ndriçim të përmirësuar dhe mjete komunikimit të fundit. Kjo nuk ishte një zhytje e thjeshtë, ishte një operacion në shkallë të plotë. Zhytja filloi dhe ndërsa fluskat u pastruan, grupi punës u mblodh rreth kontenjerit. Bill dhe Finn, duke udhëhequr rrugën, patën një ndjenjë të përtërir abije, shoqëruar me kujdes. Me çdo zbulim lindnin më shumë pyetje, duke i tërhequr ato më tej në thellësitë e enigmës. Teksa u shfaqen pamjet e kontenjerit të fundosur dhe misteret e tij, media u ndal. Historia është e shumë tërheqëse për t'u injoruar. Një enë e zhytur në ujë, gjetje të fshehta, një ndjekje misterioze. Mediat në mbar botën transmetuan dramën që po shpalosej, e miliona njerëz në ekranet e tyre në pritje të përditësimeve. CIA, MI6 dhe Interpol u përfshin, duke kthyer hetimin në një përpjekje masive bashkëpunuese. Hetimet e thella zbuluan operacionet e zgjeruara të sindikatës, nga kontrabandat e lufta kibernetike. Shtrirja e tyre ishte e pashembullt. Pasticit e koordinuara u zhvilluan globalisht, nga rrugicat e Bangkokut deri te apartamentet në Chatin, New York. Lojtarët kryesorë u grumbulluan. Dhomat e marrjes në pyetje në mbar botën gumzhin nga aktiviteti, ndërsa autoritetet kërkonin informacion, duke përpjekur të shmontonin sindikatat pjesë-pjesë. Megjithatë, thelbi mbeti i pakapshëm. Kryemadhi, bukulltari që tërhiqte telat, mbeti një hije. Pavarësisht sukseseve të tyre, hetuesit ndjen peshën e ndjekjes, duke ditur se koka e gjarprit ishte ende e lirë, duke planifikuar lëvizjen e tij të radhës. Me njohuri të reja, grupi punës u përgatit për një zhytje tjetër. Të armatosur me mjete të reja dhe me një qëllim të rafinuar, ata synuan të studionin çdo centimetër të dizajnit unik të kontenjerit. Ata besonin se ajo mbante sekretet, çelësin e të gjithë operacionit.
Deti, megjithatë, ishte i pafalshëm. Rrymat e forta dhe dukshmëria e zvogëluar e bën zhytjen të pasigurt. Duke kuptuar vlerën dhe rrezikun e jashtëzakonshëm, autoritetet fortifikuan vendodhjen e kontenjerit. Patrullat detare, dronë në New York dhe mbikëqyrja e përparuar, siguruan mbrojtjen e vendit. Kur zbuluan detajet, bota u shtan. Mediat bën lajme maraton, duke diskutuar zgjuarsinë e perandorisë kriminale dhe makinën misterioze në zemër të saj. Zbulimet dërguan të dridhura në gjitha kombet, e udhëheqësit dhe qytetarët që po luftonin me shkallën e mashtrimit. Thellë brenda makinës u hap një panel i fshehur. Brenda, rregulluara mjeshtrisht, kishte rreshta valixhesh. Bill dhe Finn, duke mbajtur frymën, i hapën me zell. Dritat e tyre reflektoheshin nga thesarët brenda. Çdo valixhe zbuloi një mrekulli. Nga pikturat e vjetra që ishin zhdukur dekada më parë, deri tek pirgjet e parave nga vende ndryshme. Madhësia e gjetjes ishte befasuese. Arti, i pachmuar dhe i pasvendësueshëm, përvajsonte historinë dhe kulturën. Parat, e kataloguara me përpikmëri, la të kuptohet për pasurinë e madhe të sindikatës. Bill dhe Finn u ndalën, pesha e momentit u ul mbi ta. Ka një zhytje e thjeshtë në zemër të një komploti global. Ata kishin zbuluar një thesar për te imagjinatës. Udhëtimi i tyre, i mbushur me rrezik, kishte arritur kulmin me këtë zbulim të rëndësishëm. U derdhën nderime, medalje, vlerësime dhe intervista. Bill dhe Finn u festuan si heronj të ditëve moderne. Me prova në dorë dhe protestën publike në kulmin e saj, perandoria e sindikatës filloi rënien. Pastisjet, arrestimet dhe gjyqet shënuan fundin e mbretërimit të saj të errët. Udhëheqësit e saj, dikur hijet që bënin kukulla nga prapaskenat, tani u përballën me shkëlqimin e drejtësisë. Muzeet në mbar botën u gëzuan ndërsa arti vjedhur u kthye. Pjesët, simbole trashëgimisë, u rivendosën me dashuri në vendet e tyre të duhura. Sa për Bill dhe Finn, aventura e tyre e pabesueshme u bë lëndë legjendash, duke frymëzuar tregimet panumurta trimërie, zbulimi dhe kërkimi i përjetshëm për të vërtetën.